Më lejoni të ofroj pak kontekst për këtë, ndoshta për hir të informimit të kolegëve të tjerë deputet që janë komisionin e jashtëm edhe për qytetarët. Me datë 23 tetor 2025 është plani i presidentit Trump, plani gjithëpërfshirës pra për përfundimin e konfliktit në Gazë, i cili mes tjerë sot për kërkon deradikalizimin në Gaza, zhvillimin e Gazës, tërheqjen e forcave izraelite, lirimin e pengjeve, çmilitarizimin e Hamasit, dërgimin e ndihmës në Gaza, një qeverisje tranzicionale mandej teknokratike palestineze, nën mbikëqyrjen e bordit të paqes, një plan rindërtimi dhe mandej bashkëpunimi SBA-s me vendet arabe dhe me vendet e tjera për një forcë stabilizuese. Edhe sigurisht tërheqjen e Izraelit nga pjesa e Gazës. Mandej me 17 nëntor 2025, Këshilli i Sigurimit me një rezoluta 2803 e mirëpret për planin e presidentit Trump edhe e miraton në tërësi, që pak a shumë i përshkruan edhe njerë pikat që janë të paraparë në planin e Trumpit. Mandej në dhjetor 2025, ministri i mbrojtjes i Republikës Kosovës ftohet nga zyrtari përkas i ushtrisë amerikane në Doha të Katarit në takimin që kanë pas për këtë forcë. Po mandej gjërat evolojnë dhe në janar, me 20 janar, ish presidenti i Kosovës merr ftesë nga presidenti Trump për të bërë Kosova pjesë e bordit të paqes dhe është nënshkruar. Pra janë dy mënyra si vendet dërgojnë forcë stabilizuese në Gaza, drejt për drejt dhe në kuadër të bordit të paqes. Ne jemi bë pjesë e bordit të paqes, si vend themelus i bordit të paqes. Dhe ky vendim i qeverisë duhet të bërojë bordi i paqes dhe nënshkrimi që ka bërë Kosova, ish presidentja në emër të Republikës së Kosovës, e vendos kontekstin brenda cilit merret ky vendim i qeverisë, prandaj është pak e pakuptueshme pse po ndjeket kjo rrugë, pse po ndahet procesi, sikur Kosova nuk është pjesë ndër vendet themeluese të bordit të paqes, po ndiqet një rrugë tjetër në vend që ne ta miratojmë marrëveshjen në këtë kuvend, të ratifikojmë pra antarësimin e bordit të paqes dhe brenda asaj të akomodojmë edhe vendimin e qeverisë për dërgimin e forcave FSK-s në Gaza. Faleminderit.